Në katedralen Shën Shtjefni në Shkodër u kremtua mesha e shenjtë e Krishtlindjes, e udhëhequr nga arqipeshkvi Shkodër Pult, Giovanni Peragjine. Kjo ishte hera e parë që ai drejtoi meshën e Krishtlindjes, pas emërimit në këtë detyrë. Gjatë predikimit, arqipeshkvi Peragjine theksoi se pavarësisht ndriçimit festiv në rrugë, sheshe dhe banesa, ekziston rreziku që kuptimi vërtet i Krishtlindjes të mbetet në plan të dytë. Ai bëri thirrje që festa të mos përjetohet vetëm në aspektin e jashtëm, por të shoqërohet me reflektim shpirtëror, vepra të mira dhe përmirësim personal. Në mesazhin e tij, Peragjine u ndal dhe tek realiteti social, duke ftuar besimtarët katolik të Shkodrës të jenë shembull në një shoqëri të përballur me varfëri materiale dhe morale. Në këtë natë, errësira nuk zhduket, por zhndërrohet, sepse përshkohet nga drita e Krishtit. Një dritë e butë që nuk verbon, por ngroh. Një ditë që nuk imponohen veten, por ecën me ne dhe na shoqëron. Megjithatë, duhet të pranojmë se shpeshherë shpresa jonë mbulohet nga drita të rreme. Në këto ditë, po e shikojmë rrugët tona, sheshet dhe shtëpit tona bushen me shumë drita, por janë drita që ndriçojnë vetëm jashtë. Janë drita që shkëlqejnë fort, por edhe rrezikojnë të erësojnë kuptimin e thellë të Krishtlindjes. Si katolik të Shkodrës, do të jemi dritë e gjallë në këtë qytet, të sjellim ngrohtësi, shpresë dhe jetë në një shoqëri shpesh të shënuar nga varfëria materiale dhe edhe më shumë nga varfëria morale, nga padrejtësitë, nga dhuna dhe shqetësimet e të rinjve. Dëshiroj të falenderoj me zemër të gjithë ju, të gjithë ata që çdo ditë dhe në heshtje kontribojnë për ta bërë qytetin tonë më njerëzor dhe më të ndritshëm. Ata që shërbejnë më të dobtit, ata që punojnë në fushë dhe edukimit, ata që angazhohen për të mirën e përbashkët, si edhe meshtarët dhe rregulltarët që dhurojnë me beznikëri jetën e tyre për të tjerët. Në meshën e shenjtë morën pjesë qindra besimtarë katolik, të cilët kremtuan lindjen e birit të Zotit, Jezu Krishtit. Pas përfundimit të meshës së shenjtë, radha i takoi festivalit të fishek zjarreve, të cilët ndriçuan qiellin e Shkodrës për disa minuta. Me një peshë të veçantë ishte edhe kremtimi i Krishtlindjeve në dioqezën e Sapës, e cila humbi drejtuesin e saj, Dom Simon Kulli, pak ditë më parë, si pasojë e një sëmundje të rëndë. Dhe me të gjithë shenjtë, ndër me të sinët e cilave shpresojmë. Atmosfera Krishtlindjes erdhi në një transmetim live maraton në ekranin e Star Plus. Star Plus Televizion uron të gjithë besimtarët e Krishterë gëzuar Krishtlindjen.